Atëherë edhe një herë unë jam Gabor Zela, ekspert prej më së 30 vjetësh në fushën e mjedisit. Desha të them që e drejta për një mjedis të pastër, të shëndetshëm edhe të qëndrueshëm është sankcionuar dhe konventën si e drejtë bazë, konventën e Kombit Bashkuar si e drejtë bazë nga viti 2022. Me këtë program që paraqiti profesor Maltezi, unë e shoh se ai garanton një sër parametrash të rëndësishëm që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë të mjedisit, sigurimin e ngritjen e kapacitetit të administratës, trajtimin e biznesit si partner, zbatimin e praktikave të mira të Bashkimit Evropian, promovimin, respektimin edhe angazhimin në marrëveshje rajonale, në konventa ndërkombëtare, protokolle ndërkombëtare për mjedisin. Dhe gjatë gjithë eksperiencës time unë kam qenë pjesë doktore dhe administratës tuaj të mëparshme në të dy administratat. Ajo që desha të them është që një nga problemet që është në vijimësi është edhe e theksuar gjatë 12 vitet fundit është që edhe ajo administrat që është nuk lejohet të bëj priorizimin e çështjeve që janë më jetike për mjedisin ose për vendin. Dhe e dyta është sjellja ndaj bizneseve në mënyrë shumë represive edhe duke i paraqitur pafund të burokraci ose kosto të tjera. Kështu që atë reformë që është nisën 2009 me shkurtimin, lehtësimin e procedurave për licencat edhe për inspektimin, besoj të çohet më tej në këtë mandat të tretë që biznesi trajtohet si partner dhe të shikohet jo si me masa represive, por në fillim të filloj me edukim dhe pastaj të vazhdoj. Të sigurohet një mjedis i pastër për gjithë për shëndetin e njerëzve, sepse është shumë e rëndësishme ky si aspekt, por neve kemi, desha ta përmbyll që ne kemi trashëguar një mjedis, një biodiversitet shumë të larmishëm, një gjeografi dhe një mjedis fantastik në Shqipëri, por neve duhet ta përdorim për zhvillimin e ekonomisë, për plotësimin e nevojave tona, por duhet ta ruajmë atë, ta zhvillojmë dhe t'ia ulëm trashëgim brezave që vijnë. Faleminderit, jam shpresë plot se ky program shumë ambicioz ka për t'i garantuar dhe ka për t'i dhënë mjedisit si një nga fushat e zhvillimit ekonomik, që ky mjedis të përdoret në të mirë të ekonomisë dhe të jetës dhe shëndetit të popullsisë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zoti Zela. Tani t'ja japim fjalën 2 minuta doktor Nazmia Yazit, një